të Fushë Kosovës edhe rrjedhimisht ndërtimet e reja shkaktojnë edhe dëmtime të rrugëve ekzistuese. Po. Prandaj, lagjet duke u ndërtu, na do ta përcjellim me infrastrukturën e nevojshme edhe do t'i rregullojmë në secilën lagje të Fushë Kosovës. Përfshirë edhe rrugën 6 Fishta. Po. Kryetare, nëse flasim pak për këto çështje tjera, bëhet fjalë edhe për mungesë të punëtorëve në qendrën për punë sociale në Fushë Kosovë. Realisht nuk ishte vetëm në Fushë Kosovë, nëse bëhemi të qartë të drejtë, kemi pasur raportime në disa qytete të tjera. Pse jeni në dieni për këto problemet që ka? Shiqo, si që dini, na e kemi të trashëguar edhe buxhetin nga viti i kaluar, edhe planin e personelit po ashtu nga viti i kaluar. Po. Rrjedhimisht, takimet që kemi pasur edhe me qendrën për punë sociale, ju kemi kërkuar që për vitet e ardhshme të i bëjmë planifikimet e duhura për personel se sa ju duhet. Do të takimin e fundit e kisha edhe para 10 dite ku ju kam kërkuar një gjë të tillë, e kuptoj shqetësimin edhe e kom pa edhe vetë se ka mungesë të stafit. Kërkesat e tyre në të kaluame nuk është se janë marrë parasysh shumë, edhe rrjedhimisht kena mungesë stafi aty. Do të kujdesim që në planin e personelit për vitet e ardhshme, të gjitha kërkesat që i ka qendra për punë sociale, do t'i marrim parasysh dhe do t'i inkorporojmë në planin e personelit që do ta kemi për vitet e ardhshme. Po. Dhe kryetare fare në fund dua t'ju pyes pak edhe për këtë çështje e mbeturinave në Fushë Kosovë. Pra, si qëndron menaxhimi mes komunës dhe mbeturinave? Dhe kompanisë pastrimi, po. E kemi një tëroshe të madhe, edhe ka elemente të sabotimit prej anës së krye pastrimit për komunën e Fushë Kosovës, do të bërllogu nuk mlidhet me jaftë të tëra. Mirë, po nuk jemi duke ndajt, sepse na tash do t'i marrim veprimet e nevojshme, saqë kemi planifikuar ndoshta edhe të ndahemi komplet dhe të pavarësohemi nga krye pastrimi, po kjo do të jetë në hapa në vazhdim. Mirë, po si hapi parë do të fillojmë me blerjen e kamionave vetëm për komunën e Fushë Kosovës, ku do ta bëjmë grumbullimin e mbeturinave vetë. Nuk mujna me prit një ndërmarrje publike e cila e ka obligim ligjor që të kujdeset për komunat me cilat i menaxhon. Rrjedhimisht si komunë e Fushë Kosovës jemi me tyrat thuajse më të larta që i bojmë për krye pastrimin. Mbi 1 milion euro mbledhen për çdo vit. Edhe të lehet Fushë Kosova në një gjendje të tillë, kemi pas takime të vazhdueshme me ta, ju kemi diskutuar, ju kemi shpjeguar, por kanë hasur në vesh shurb. Andaj nuk kemi me prit, do të fillojnë procedurat për blerjen e kamionëve, me të cilën do të sigurohet që në komunën e Fushë Kosovës mos kemi mbeturina. Por shfrytëzoj rastin që të qytetarëve t'ju bëjmë apel që të kenë durim edhe disa muaj